atove ta nëshmon ato që ka është vetë ai person që Allah që ka krijuar. Ato që s'jam shqiptar. Njeriu thot, për shembull, Allahu të ka bërë çfarë të ka bërë, të ka bërë shqiptar, të ka bërë ashkali, të ka bërë bosnjak, të ka bërë turk. Kjo është të ka kriju Allah subhanahu wa taala, çështë të ka kriju Allah subhanahu wa taala. Edhe njeriu s'bën me nënçmu ato në cilën ka ardhur, se Allah subhanahu wa taala ka thënë ja'alakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. I ka bërë juve popull dhe fise që ta njihni njëri tjetrin. Ndallohet, ky është kështu, ky është kështu, ky është ashtu atë. E nuk bën njeriu thot me nënçmu ato me të cilën është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në luftë kur ka thonë ana nabiu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, ka thonë un jam pejgamber, thot nuk jam rran, thot un jam biri i Abdul Muttalibit. Dhe e ka thujt veten në emrin e babgjyshit të tij, edhe u krenu me ato me të cilën me preardhjen e tij. Nuk ka gjë të keqe njeriu me tregu preardhjen e tij edhe nuk bën thot me mohu preardhjen e tij. Kjo është prej gjërave të këqija. Gjërat të këqija është njeriu mos mu identifiku me ata që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala.